Kur jemi tek pleshta dhe tek rishrat, me qenë se tani veç se jemi në stinën e pranverës dhe kam filluar të shoqen shumë, ekzistojnë preparate të ndryshme me të cilat qeni mund të spërkatet, mirë po ekzistojnë disa preparate që vendosen për shembull në pjesën e qafës, që njihen si spota, dhe ekzistojnë edhe tableta të cilat e bëjnë edhe trajtimin edhe parandalimin e përprekje nga këta parazit. Normalisht që në momentin që një pronare sheh rishnën që është ngjitur tek qeni vet, shqetësohet me të drejtë, mirë po normalisht duhet të sjellet tek veterinari apo të eliminohet, të bëhet largimi i rishrës dhe të përdoren këto preparate në mënyrë që të parandalohet prekja më të tjeshme, qoftë nga rishrat apo qoftë nga pleshtat. Sepse pleshtat mund të shkaktojnë dermatit, kruarje në raste më të rënda tek kotelet apo tek qentë e vegjël, anemi, ndërsa rishrat, edhe pse jo shumë shpesh, mund të transmetojnë disa sëmundje që janë të rrezikshme për jetën e qenit.